Arian jemi gati, ekipi gati, gjithë shka gati jemi, prej shtëpiave të Alpine, ku jemi sonte bashkë vendosur me emisionin Një kafe me Labin. Uroj edhe besoj se diçka të bukur edhe veçantë do ta sillim pikërisht pikë tuaj. Ramush Haradinaj, sonte refen, nuk e ka pas mundësinë atë kohë ta nënshkruaj deklaratën e pavarësisë të Kosovës, nuk ka qenë në Kosovë, ishte në Hagë atë kohë. Sonte një përjetim ndryshe vjen për shikuesit e emisionit Një kafe me Labin. Duke mos e haruar sepse sonte përpas Ramushit, unë kam me fillim të emisionit muzikë, folklor. I kam një grup djeçanit mrekullueshëm. Bekim Vishaj, Januz Mushkolaj, Skender Vishaj, Naim Islamaj, Jeton Zekaj, Elma Zekaj, janë të cilët fakt sonte do t'jenë pjesë e imja, pjesë e kësaj nate dveçantë këtu ku jemi të e realizu të shtëpiat Alpine. Banana Split, faleminderit shumë për mikpritjen, për gjithë shkafin bashkë me ekipin tonë të restoranit, sepse mbi gjitha ne po shërbehemi bashkë tek ju. Por një falenderim shumë të madh për fillim pavini kafes. Falenderin aromën e kafes që ma jep edhe këtu. Falenderit që të kam kudo ku jam bashkë me ty jam. Prishtina Tiket, falenderit shumë që je pjesë ultimit tam. E di se edhe shqiptarët të cilët fakt kanë ardhur në Kosovë këto ditë me festu pavarësinë e Kosovës, kanë ardhur me Prishtina Tiketin. Qëndrim të mirë, paqet në Republikën e Kosovës, në këtë shtet t'jujen. Por, edhe një falenderim shumë i madh për Arja Petrol. Ju e dini që është më e reja në Republikën e Kosovës. Nata është shumë e bukur, nata është shumë e veçantë. Faleminderit ekipit Radio Televizionit 21, ekipit emisionit Një kafe me Labin. Sonte po vjen keq se lumin edhe tavolantin nuk i maltërtoj, sepse rapsod kam, për ja filloj gjithçka, për ja kushtoj pavarësisë për vjetorit pavarësisë Republikës Kosovës. Kështu që sonte këndohet, rrefehet gjithçka tek Një kafe me Labin. Shikim në bashkë cilë. Një vjetë priti shqiptari, pushkene Adem Jashari, bas Shabanin Balto Gjaku, Ilas Kodra Djal Konaku. Po vini krushit nga deçani, Haradinaj Tadrijani, na prenin qota e azema, kraper krafemi u dhe gjeva. Shok Zahir Pajaziti, kush është dasem konatar, muja beqa pushke kong. Kush është dasem konatar, muja beqa pushke kong. Se Haron Gjakova besen, me yllin e ton zhergen, vjen Mujdinin nga Tetova, Ismet Trimi Kumanova. Saliqe ku e qan malin, e tretagim Ramadanin, a janë krusha janë vetima, Murizje Rasim Liqina. Kush jonikun nuk e trem, ka Bedrine ka Abel, rojetos me zdej Kadrini, si dy lule toni e mici. Rojetos me zdej Kadrini, si dy lule toni e mici.
ta janë krushit e liris, lule ku që dardanis, ta janë krushit e liris, lule ku që dardanis. E paralemrova dhe pakës më parë është për mu nderë dhe kënaqësi dhe privilegj që unë jam ndeqan sot edhe aq më tepër në këtë përvjetor pavarësisë Kosovës. Unë kam të madhin Ramush Haradinaj afër vetës. Kënaqësi dhe nderë është që të kam afër vetës pari. Faleminderit Lab edhe faleminderit që ndeqan pashtu që ke ardhur këtu. Të faleminderit. Është intervista e parë që e kthejmë shkambin pas sa viteve ndoshta edhe përpojmë intervistën për herën e parë. Shkam. Unë I kam rri shkamat, jam rrit në shkama, pra kur kam qenë fëmijë, dikur ndryshoj pak ku bo ma ndryshe, po si fëmijë I mbaj men, poshtë e para të thëmë drejtën. Kur jemi bashkë këtu edhe kur jemi ndeqan, sare që kthehesh këtu, çka kujton? Po s'ka dilemë se vetë ajo vizuelja ndikon direkt në kujteshe, në memorje, në ato ndjenjat e asaj kohe, të kohës vështirë të luftës. Pastaj ku I takon njerëz kur I sheh vendet, shumica e këtyre zonave që shihen prej kësaj nalësie këtu në te podi I kështenjave. Po. Kuptohet që na I kujton ato kohët e vështira, dhimbshme të luftës. Lufta ka qenë shumë e vështirë, shumë e dhimbshme. Tani vërtet e ndjejmë edhe atë tjetrën, lavdinë e luftës, po përderisa ka ndodhur lufta, ka qenë pakmendërsh, pra shumë humbje, shumë vrasje, shumë shkatërime, diçka mjaft e vështirë. Fal ushtrisë qëllimtare të Kosovës, fal aleatëve, ne sot e gëzojmë edhe pavarësinë e Kosovës. Po më intereson pak tek ju. Sa e keni ndi pavarësinë, sa e keni ndi këtë ditë, domethënë, në atë kohë, po kthena në atë kohë domethënë të luftës, ku në fakt ke qenë njëri prej atyre udhëheqësve kryesor të rrafshit Dugaçinit. Duhet ne të jemi mirënjohës, pra unë personalisht si brezhi luftarëve të QK-s. Asnjëherë harroj brezhat para nesh. Po. Të shqiptarëve, të zot, patriotëve, të lëvizjeve, të gjitha lëvizjet, shqiptare, të gjitha periudhave, që nga lidhja Prishtinit paktën. Po. Deri në luftën tonë, shumë lëvizje, shumë organizime qëllimtare, shumë beslidhje që kanë ndodhur shqiptarëve, edhe pse ata e kanë bërë më të mirën, nuk kanë mri me fitu atë që u fitua në 99. Edhe që thëmë drejtën këtu u vendos një drejtësi jo e plot për shqiptarët, pra me ndihmën që nga dha Amerika dhe NATO, u vendos një drejtësi për shumë pa drejtësi që I ka ndodhur shqiptarëve për mbi 100 vjetë, që shëdini në Serbinë e sotme, ekziston një gjeografi shqiptare, troje shqiptare, më të mëdha se sa Kosova sot me teplicat e shumë zona tjera, shqiptarët janë trajtu keq, janë masakru, janë pushtu e shfaros për I fshive, për mbi 100 e sa vjetë, edhe për fat mirë, pra në vitin 99, u arrit ajo që u arrit, edhe në një mënyrë u shpërblyje sakrifica, u shpërblyje angazhimi dhe dashuria shumë breza. Ne me shtirimin e Kosovës, ose kur është shiru Kosova, e kem pas edhe atë periudën kur jemi urë, që thëmë populli me marë frymë, si këmbë, që çdo herë në përpjekje, në luftra, në sakrifica, dhe ke mujtë me marë frymë, po kur merë frymë, të rritet dhimbja, që të mungojnë më dashurit, të mungojnë ata që kanë bërë shumë për vendin, ose ata që kanë ndonë jetën. Kur është shpallë pavarësia, kam qenë Hagë. Do thotë, kam qenë procese gjyqësore, ka qenë një ngjarje që kemi prit me shumë gëzim, kemi përcjell vetëm përmes televizionit, se s'kishim mundësi tjetër, telefonatave, kemi pas mundësi pra me komuniku në telefon, edhe vizitave kur na janë bërë, ka qenë një ngjarje më e mira mujshme në jetën tonë, pra një përmbyllje edhe formale, se natën e onta vërtit na ka jep atë gëzimin e lirisë, I papërshkrueshëm ai gëzim, po dhe shpallja pavarësisht ka qenë një lloj gëzimi I madh, se ajo për shkak të në fakt unë ende isha të pagu çmim të atij procesi, se na për ata ishim atje, edhe ti e sheh që angazhimi yt po jep rezultat, pra po ndo punë e madhe thuk të kryhet. Ja kemi uru njëri tjetrit na kanë uru edhe të tjerë, ka pas rasti edhe serb na kanë uru për shembull. Nuk po I përmeni me emra, po shqiptarët na nërveti kuptohet, atëherë kem qenë unë
Lahia, Idrizi dhe Haradin Bala. Po. Ende Haradini tash ka ndru jetë, ka qenë i Lapushnikut, ai ka qenë ma gjatë atje. Pastaj Kroat gjithë na kanë uru prej Ante Gotovince, kolegë tjerë. Na kanë uru Bosnjak, na kanë uru Macedon, Malazes, se ka pas aty Po, shumë. mëranda për mëranda. Mirë po ka pas edhe Serb që na kanë uru, tha ju e mrit ju jenë dhe urime. Jo me qef, nashta, po një farë mënyre ka pas të tjilë. Personeli aty, për shembull, në burg, të gjithë na kanë urue. E dishin që do t'jetë administrata, s'kam bet kush gardian, të gjithë na kanë urue shpalljen e pavarësisë. Edhe ne kemi nderu me ëmbëlsira, kemi porosit për para, se kemi pas drejt kur ka ngjarje, me porosit ushqime shteje e ëmbëlsira, edhe ne kemi shku, ju kemi dhënë gjithëve ëmbëlsira. Ke pas lajm ma herët që ka mu shpall pavarësia? Pa ka shumë po. Pa ka shumë po. Po i kem pas edhe datën edhe ato dijet. Të thotë, kuptohet, na nuk i kemi keq përdor ato informata, po e kemi ditë saktë. Kur kthehemi sot. Po jo, nuk i kem porosit ëmbëlsirat. Jo. Kem bënë një pretekst këtu, pastaj kur ka ndodhur ajo ne kemi nxjerrë edhe po e kemi ditë më përpara. Kur i kthehemi asaj kohë dhe sotit, dhe më thonë, ku në fakt ne sot po flasim, sot ti e gëzon lirin, e gëzon edhe këtë pavarësi, po në farë mënyre miqtë të tu, shokët të tu, dhe më thonë, akoma janë, dhe më thonë, tu shpallë, halas janë shpallë, po urojmë që shpallën njëjtë si jo. E para në luftë, për shembull, ja jemi këtu në Deçan, ose nëse do të ishim ndërnica, ku do qofte, në Lapak, Bollaka, Karadaka, në Morava, në Pashtreka, ne kemi luftu vetëm me mbet gjallë, me shpëtu prej regjimit Miloševićit, një luftë shumë pa drejte, pa barabarte, pa e drejtë në orën tonë me luftu, po e pa drejtë në proporcion. Edhe shumë e pa logjikshme mu gjykue, ata që kanë luftu me mbet gjallë, mu mbrojt, pra prej Miloševićit që ka qenë një njeri i çmenun, edhe për shembull ende shka drejtësi për mejen, për krushet, për masakat e shumë të nivel të venit, për akoma dhe pa gjetur. Me qenë na pala e akuzume për luftën e Kosovës, nuk ka asnjë logjik beshani, edhe është e habitshme si ka puna ndaj këtu. Pastaj jo për shkaqe veç ta zom të individëve, në këtë rast të presidentit tha që të parlamentarit Veseli, Krasniqit, Gjeneral Selimit, Salit, Shalës e këtë tjerëve. Mirë po kjo është edhe një lloj ofendimi edhe për viktimat, për vujtjet, për sakrificën e luftës që mu gjykue. Ata që kanë luftu veç me mbet gjallë, shpresoj që drejtësia ma në fund do ta thotë fjalën e vet, pra me gjykime shfaqësuese, të shpallë pa fajshëm, edhe të vinë në Kosovë, ata është e pa drejtë që thomë drejtë kështu. Kur jemi sot bashkë këtu, kanë kalu sa vite prej pavarësisë Kosovës, çu shë zëra radina i Kosovën? Po, ne kemi disa plagë që s'mujtë me shërue, për shembull Kosova lindore edhe ne që kam betë, edhe pse atje u provue me ushiru, po nuk arritëm me kry punën atë kohë. Pastaj kemi sfidat shumëta si vend, megjithatë pavarësia është realitet, pra shpallja pavarësisë Kosovës, se sfidë kemi edhe njohje ndërkombëtare, edhe matutit, në njohë vende. Mirë po menoj që temelet janë, pra shpallja pavarësisë, tash kemi edhe ushtrinë e Kosovës, e drejtën mbrojtje, jo vetëm ushtrinë, po të drejtën mbrojtje, në bazë të ligjeve, në gjithë territorin, pa marrë parasysh kufit, sovranitetin. Mendoj që është e arritur e madhe e shqiptarëve, pra mos me thonë e mi vjeçarëve shqiptarë, edhe i zona pavarësisë, kuptohet Zot Shpillaku ose qeverisja e venit është sfidë. Ata që qeverishin me Kosovën duhet me mendu vërtet për një ekzistencë afatgjatë venit, pra me kriju vlerë të shtume, si në qeverisje, në lirite e njerëzve të këtij veni, po edhe në ekonomi, edhe në siguri, po edhe në alianca. Pra, ju shini një vlerë e shtuar, se një investim i kujdesshëm i të gjithëve deri me 24 mars natën on, rezultoi me ndihmën e Amerikës dhe të NATO-s në luftë. Pastaj një kujdes i vazhdueshëm rezultoi me pavarësinë
një kujdes i këtij dhe rezultoi me ushtrinë e Kosovës, me të drejtën në ushtrit pranuar prej Amerikës. Ne duhet me bo kujdes, pra unë i kam disa shqetësime të vinë se sa të fokusimi është e pushteti, ma i maset e shtetit, ju të kam drejtën, edhe pse jo të gjithë e thojnë kështu, po nga përvoja ime 25 vjeç të paktën në politikë, e sa se preokupimi parë është janë interesat afatshkurta ditore dhe të pushteti, për fat keq se pushteti nuk është doherë edhe shteti, pra shteti është shumë ma shumë se sa veç një qeverisje, veç një ata që janë pushtet që marrin detyra, duhet bojnë kujdes. E ki provu edhe vetë me qenë në qeverisje. E ki pa dhe më thonë që nuk është edhe aq e lehtë. Por e di që e donë përkushtimin shumë atë madhë kur është interesi i shtetit, e përmende, e the. Beson që e ardhmja ka me qenë ma e mirë? Po, sot mja? Kur s'ka me konë ma keq se kalumja për Kosovë, për Shqiptarë, ne pa marrë parasysh në zhvillimeve afatshkurta, se edhe një qeverisje, sa do që na duket e gjatë, ta zonë nëse jem në opozit, se kur jenë qeverisje të shkon koha, prapë këto jenë etafa, popujt kanë rrugtime gjata, interesat kombëtare janë të përjetshme, nuk ndryshojnë, pra pa marrë parasysh, shqiptarët janë bekum që i takojnë një bote që i prinë Amerika, që kurse dihet kufiri i shqiptarëve, është kufiri edhe i ta quaj ashtu fuqive, i fuqisë realisht i Amerikës, edhe i të tjerëve, jo se Serbia është Rusia sa Rusia, po dihet që në Serbi ka akses Rusia, ka mundësi operimi, është shumë prezente, po jo në Kosovë, jo të shqiptarë. Që i vjen pra kufirin e depërtimit Rusia ka të shqiptarë në Ballkan, nuk kam rri me hy të shqiptarët, edhe nuk do të më rrinë asnjëherë. Edhe duke qenë kështu, unë e di që Amerika asnjëherë nuk do të lejon që Rusia me depërtu të njerëz e saj, të ata që që ja kanë vu kufinin Rusisë edhe alatëve tjerë të tyre, mirë po këto zhvillimet politike muj me na bo, ka pak dame edhe du të me bo kujdes me to. Po e të regon... Planë e sigurisë, unë besoj që do të ruhet alianca Kosovë-Amerikë, Kosovë-NATO, do të hynë Kosova-NATO, gjithsesi nuk ka shansë pa ndodhja, po në shumë perspektiva tjera muj me hek ma shumë. Të këty vrejet edhe kjo qartë, më thonë, sepse pa Amerikë nuk ka Kosovë, pa Kosovë nuk ka Amerikë. Amblema po e të regon dhe më thonë, ndërshëta edhe jotja. Ndërshëta është shumë e meshme nëse donë atë dheune, donë kombin, me dashtë edhe mikun e kombit tanë. Pra nuk është se ti vetëm po bën një lloj lajke, po kësi mos me dashtë atë që ta ka shpëtu popullin. Vitin natën anë ka bombarduar mikun tanë. Është diçka afatgjatë kjo, e përjetshme realisht, ta themi ashtu e sinqert. Edhe dëshira jam është që shqiptarët në përgjithësi, jo veç Kosova, të jenë beshnik me Amerikën, sepse ti nuk duhet me pa kush çka thot, ti nisu nga përvoja jote. Pse me punu me të nime, na thojmë në popull ndoga gjenë, thojmë se kom me të nime, po e kom përjetu vetë. Nëse ke me të nime sa e mirë është Amerika, ne e kem përjetu vetë, mos e pa hy Amerika, mi bombardu Serbin, unë e ti s'kishin bojë intervjist në sësë këtu, nuk i dihet që do t'ishte fati jonë, edhe besoj shumë që kjo është perspektiva jonë, ardhja jonë. Pa marë parasysh... Kuptohet në asë jesë harrojmë sakrificën tonë, t'jasharve, e të gjithë brezhave, po kjo vërtit është tu. Po e përmende e the që nuk e harrojmë sakrificën tonë, se edhe pa marë parasysh, se me të qiku kështu, është Kosova dhe Amerika, po në zemër për mrenda, është amblema gjithmonë. është amblema u që kësë gjithmonë. Na kevi identitetet, të dhe mos me e pas, jemi ata që kem qenë, unë e kam shumë zorë me folë se jam bashkëluftari, shumë bashkëluftarëve që vranë luftë. Mirë po jam prej bashkëluftarëve dhe komandantëve që nuk e kam shu vend luftimin asë një orë. Pra asë një orë gjatë gjithë luftë, është mbi një vjetë e gjysë luftë, direkt po flash për 24 marsit.
kur pa elshuve në luftimin, jam për atyre që angazhimi luftarak e kom shumë të hershëm, jo dini vllavi i parë që më është vrash me 6 maj në 87. Kosova është, e unë kam qenë aty, edhe shumë të tjerë, Kosova është i runë qëshorë në 89, pa 2 vjetë e 1 muaj luftë. Nga kjo betej, pa folë për pjesën për para kësaj date, dhe kuptohet jam për atyre pashtu, që detyrat që i kom pasë, në përgjithësi i kom kry detyrat luftarake, pra unë jo vetëm që i kom shiru zonën që i kom bajt përgjithësi, po kom ndihmu në zhvillimin e UÇK-s në të gjitha zonat ku ka ndodhur lufta, ose ku kanë jetu shqiptarët, edhe kuptohet qëllimet e luftës që i kam mbrojt, me kujdes edhe në Hagë, edhe kam rri me fitu pafajsinë, edhe pse kam qenë shumë i sulmum, edhe në atë kohë jam akuzu edhe për, ndryshe thonë për, tash mos t'i cekim ashtu, po sikur se ju ka dhimë shumë që Dugagjini është këtë shqiptar, edhe ka qeni peja Dugagjini, ka qeni diçka që me vështirësi e kanë pranu, po unë e thamë edhe një herë, dhe thamë çdo herë, ka qenë drejta Zotit. Këtu kanë betë ata që është tyne, toka tyne, veni tyne, edhe shqyqur që është tu. Po du pak me relaksu bisedën, se te unë do më thonë zakonisht gjithmonë kafja shijohet, po edhe shijohet pak sa më ndryshe, po edhe pse jemi tek festa e pavarësisë. Shumë mirë kafja në Po, deçan. vjen mirë. Kisha dash pak të ka ra rasti mu taku me shumë krerë të shteteve, të ka ra rasti me jep dorën shumë kujt. E ke dikon që e veçan? Që thush, wow, kjo është ajo, ose kjo është ajo, që faktikisht... Na, vërtit e kem pas ndër të president Amerikës, Clintonin, presidentin Bush të parë, presidentin Trump, njerëz të Amerikës kanë qenë çdo herë, njerëz që i kem veçu sekretar të shtetit, general të shumë, prej Clarku tek tej, sekretar Albright, të gjithë ndër figurat kështu shtetërore që i respektoj edhe sot është edhe kancelarja Merkel, ka qenë një gru shumë çfarë, po flas një gru, po thom edhe një zonjë me vlera, edhe një udhëheqëse e kujdesshme, ka qenë mjaft të mbështetëse Kosovës në kohën e takse, se aty në ideve të ndryshimeve, ka qenë shumë e qëndrueshme, edhe po ka edhe shumë tjerë që i çmoj, i respektoj, edhe i kam çmu, kam pas edhe pse nuk është se shumë e mbajnë men, po edhe kryeministja e Mbretërisë Bashkuar, pra e Anglisë, Theresa May, ka pas shumë njerëz tjerë që i respektoj. Kryeministin e Kroacisë, Plenkovićin, sot e kësaj dite e ka mik, pastaj të Polonisë, për shembull, janë njerëz shumë serioz edhe kanë bërë punë gjithë tjetë, Francës, Italisë, me radhë. Mirë po, ajo ndjenja më e mirë që e kam pas gjithë kur jam taku me ushtarakët e Amerikës, për faktin se ata i kam konsideru si bashkëluftarët e mi, si vllazërit e mi, se ata në ndihmun që na mos mu vëra ma shumë. Se kur kam qenë në luftë, 24 mars në 89, është një video e njëjtës ditë, jo për me e pru prakta jo seriozja, po 24 mars në 90 ka ndollë sulmi në Glogjan, që nga ka sulmu Serbia dhe janë vëra Hima, Gazmendi, Agroni, janë plagone, kështu. Në 24 mars, ditëm ditë, na duke e kujtu atë ditë, e kam bëjt një fjalim, ajo video është ekziston, ku i kam rështu shtatë, bile dhe kanë këndu Shkëllzini, Fatmir Imanaj, dëshmore, Luani, prap dëshmor. Edhe aty ju kam thonë që po kryhet lufta, është çështje ditëve. Edhe ata bile disa më kanë nguç, ka thonë pse po bëj gara, mos më thonë se po rën, se si ashtu pamja. Edhe që ta sharojmë kështu në total, ata i përjetoj që ata që në ndihmun me krye luftën, ndërta e kam pas shumë edhe respekt generalin Matis, pasë këtojnë e mbrojtës, a ishte atëhere minister i presidentit sotëm Trump në kabinetin e parë, pastaj e shkoj, ka shumë tjerë që i respektoj e i du. Mesazhi i parë, për kujt ka ardhë? Urime pavarësia. Me thotë në kemë qenë shqiptarët aty në herë, ja kemi uru një tjetit po mendoj Ante Gotovinës. Kështu më. Ante Gotovina. Generali Gotovina, e kam shumë respekt për ta.
Ajo është, ne kemi qëndru bashkë 4 vjetë. 4 vjetë, ditë më ditë, çdo ditë kur kemi hangër me ngjeshin bashkë unë ai. Edhe çmoj shumë edhe ai realisht e ka përjetuar sikur të ishte pavarësia e Kroacisë, ka qenë shumë i. E pastaj në telefon me siguri familja e gjithkusht që na kemi folur me secilin, po jemi kujdes mos me ndryshe thonë mos me bëj asnjë gabim derisa ndo leximi i deklaratës pavarësisë në parlament, jam kujdes edhe me ata kolegë që kemi qenë aty që kum tregu shumë detaje, po kuptohet o ditë që po ndo 2-3 ditë përpara të paktën u hetue. Po unë kom pas informata e i negjoj shumë që thojnë e kem ditë këtë ditë atë ditë. E të thonë e kom ditë shumë përpara. Po në kuptohet me kujdes, i kem pas ashtu me... Me mbajtë sekretën. Po në burg kam qenë, po e kam ditë nështë shumë ma herët që plot tjerë që kanë qenë jashtë. Diçka të veçantë që ndoshta nuk e kish palos kur për shikuesit. Ka diçka që në sare që të vjen këtë pjesë e të kujtohet si rrethim, si diçka që të ka ndodhur, po nuk e ke ndohur kur me mediat, nuk e ke ndohur kur me publikun edhe. Po shumë miliona sene janë, miliona, kur s'kam pas mundësi nëse çdo ditë e luftës, ka qenë me plot gjëra që s'ki qas, atë s'mu i bjen ti me nejt në atë prej sot unë, e sa tjetërisht ti me nejt në atë i fol, e tu i në qezu edhe s'mu i përfshin gjitha. Se ka qenë shumë dinamike, çdo minut, çdo kohë, çdo ngjarje, çdo... E tregoj një rast për babën e Petritit. Petriti është një bashkëftari i Prilevit, ky nuk është i mirë për mu. Na u thy pozicionit të shkolla e Prilevit. Kjo rruga që lidhe magjistralet e i kanë thonë Deçan Gjakov, ishte interes për ne me mbajt nën kontroll. Pa kalueshme për forcat serbe. Edhe na kishim bërë një pjesë e teknikës në shkollë. Edhe unë isha me shku me ju ndihmu atyre që atje dhe me ndihmu me hek teknikën. Ishe një vi, më falni në fjallore dhe shpesoj që së më shajnë shikust e qeneva. Po. E ishte hitha, se vera ka qenë, hithat ishin rritë për mi, mu dashke me ecë zhag në për ata hithat, mos me qu kryt, edhe tash edhe pse ishtë tha atje, era veke veja që i vi që ishte bashkë fekaleve të qeneva. Po s'kudzojsha kur me që kryt që sep gjujshin intensivisht edhe ishte vija jo fort e fel. Edhe realisht e kisha përshtypjen që në pjesën e sipër në trobave që në kam depërtuar plumat. Kur shkoj një fërveni atje bukur largë, mas një 10 minutave që ashtu zhak. Me pajisje me ato, nëzet, hithat që të mbishin ftyrës. Për këqyri onë është dhe i kumrina, po e shoh një farë si rike dikush si midis fushë, një orë në djathë. Lumi shnej, rruga vija. Unë në vi, rruga dhe që është orë. Ashtë mos është nëjë kështu që e kanë bo për mi tutësorat që i qënë për para. Vera ka qenë, se s'musha me besu gjëna i njeri. Ku pesho një oni, falke diçka thëjke, në ati unë të nej komandant, isha i në vija, erike midisare. S'musha me besu që për i me i vërtit. A një me i shkon një farë objekti atje, i shkon të i nalë pak plumat bashkë në rezën ku i shaj. Se i shkon një shpi matje, pe ku gjyshin që ka isha unë në vishin, po ka isha jo. Edhe unë e gati kështë të hongër plum, pe i natit, të isha me mpa e mu zhaga e në kom, edhe unë pa një, pa 2 qona. Ej, thash, që për aty vre? Ha, tha, që ku gjo? Aty, tha, shko ka buhet. Shko ka buhet. Thash, u qu Servija. Une, shkoj Servija, thash, ja koj ta. A i shike ata të orë nej. A kusho ka hen? Stita qka me i thonë, po gjujta vram në të vinë teme. Thash, o ik, thash, po ta nej flum. Ka jetuaj, ka mjetë këtin Petriti e din, ka jetë të ku shkoha ma ne, ma kush kepe, që ta baba i Petritit. Thash, ku. Pa nuk kanë qenë gjithë, adhe po, disa kanë qenë ma të dhemshme, kuptohë. Po, qërën, dhe gjam, edhe ajo dhimbja, ndoshta, dhimbja që e kalove atë 10 minuqin për gjitha asaj arome, prej hithave krejt, vjen të momenti që sharak, do me thonë, kur del... Erdi nati, sa erike në komë. Qërë është e mund që do me thonë... Kërë qova një me, shko një farë si quka atje, adhe si teren më i qumë, e plumat nuk më rishin kaj, a kjo pjesha jeme po, ku jem qumë, unë e pëq për i madhnis, se tash më verë kerona i me më pa mu shtrit, a në vend që me frita një 3 metra, vish me dollë dhe i të veni, u qua para kuaj, ka bo qësh.
Kur jemi tek kjo pjesë këtu, kur jemi tek Deçani, po më intereson pak me ditë prej teje, për shkak që unë e pash, unë po e shoh. Dita ditës po ndërtohet, dita ditës po zhvillohet. Domethënë, të bën krenar kjo për shkak se kjo pjesë është e jotja. Unë e du adheun, ndryshe thonë kombin tim, i du shqiptarët ku do që jetojnë. Nuk është i ndjej ndryshe, që thonë detën kështu dhe bile nga njerë ma shumë i du e ndjej, sidomos për ata që janë kufit shqiptarëve, në për ata shqiptarë që janë nështë edhe në sfida tash. Pra asë njerë s'harraj që ka preshev, që ka vene tjera, që ende i kanë vështirësi që na nuk i kem, fatmirësisht. Mirë fa, kur vinë këtë zonë, ndjeni lloj ndryshe thonë, shpërblimi që punohet, zhvillohet, e shoh, është punu shumë, që kurse sheni edhe në infrastrukturë, edhe në plot tema. Në Deçane kemi një kryetar bashkëluftar, që kemi edhe në Gjakov, i kemi realisht bashkëluftar edhe në Raveqe, në Suareke, në Klin, kemi kolegët mirë, Zenonin, janë njerëz punëtor shumë, njerëz edhe gjithë punojnë. Ajo që na dhem shumë është ikja e rinisë. Edhe duhet bëjmë kujdes të ndalim të rritë këtu. Ky vend është shumë i pasur, i begat me bukuri, me mundësi zhvillime, sidomos ne ende nuk po e kuptojmë peshën e dobin e bjeshëve tona. Se turizmi malor është burim jete për shumë vene, për shembull Austria s'ka deti. Jo, po ju dini sa turizmin e ka, sa paret ja bjen ekonomisë vetë, ose Zvicra, ose shumë tjerë. Ne ende s'kemi mëri me i kthye në burim jetë bjeshtona, e kem bëni legja atje, i kem shpall park kombëtar, banale kem bëu ato, krejt banal, atë legj. I dëmtojmë tani njerëz se bojnë një shtana një diçka, në më mirë është mu zhvillu, se sa me vo ligje që ku të bejes, a njerëz tonë me ikpi këtu. Na ligjet për me mbrojt natyrën, du të me i bëhet tamon kur i kem mundësit njëra, du të me bo ligje me u zhvillu veni, e pastaj të shohim, po unë e shoh një perspektivë mirë për këtë, unë besoj që kam u kthy një pjesë të rive prej Gjermanie, prej Zvicre, prej Austrie, prej Evrope, prej Amerike kanë u kthy të rritë tonë, se mundësitë e zhvillimit ekzistojnë të. Kur jemi tek kjo pjesë këtu, tek kjo qendër rinore, po e thëm, aq më tepër kur jemi këtë pjesë që e dim që sa ka qenë e shkatrume, sa ka qenë e rënume. Hiç më larg prej këtuhet është spitali që ka qenë ndër spitalet ndoshta më të pasura që ka pas Kosova. Për shkak që ka pas një alcim biletare, por edhe mbi gjitha është pa Peja, është pa Deçani, por është pa edhe një pjesë e Gjakovës. Aty kanë qenë edhe për para prakisht nëse nuk ka bëj forsat serbe, kur në fakt ata biç e shkatrun tërësisht ato. Ka qenë një kamp si pushimor, si të rive pushimore e Deçanit, në këtë zonë ka qenë muk kjo ku jemi edhe vazhdon. Kuptohet lufta shkatroj shumë çka, shkatroj edhe ato infrastrukturët gjitha, po jo idenë. Kryetari i Deçanit e vazhdoi këtë ide që shesheni e krijoi një mundësi të parë. Edhe për fat mirë, veç ka një trend tani të rikthimit. Deçani o kthy realisht kjo qendra rinore, o bo një lloj adreshe, jo veç të rive të kësaj zone, po kemi të ri nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga rajoni, nga gjithë Kosova, ngjarje, aktivitete që mbahen këtu ose prej këtu departim në Bjesht. E shpresojmë që do të kryhet kjo rruga që na lidh me malin e zi, me plavën, do të krijon një lloj marrëdhënie rajonale, se këtu është një tre kufi, është Deçan, pra në këtë rast ose Kosovë, Shqipëri, Malizi, po këtë vise dikush me shqiptare, edhe sikur të krye rrugët, kishte më shumë infrastrukturë, me siguri do ta kishim një gjallëri më të madhe, një zhvillim më të madh. Kur jemi tek kjo pjesa e bjershve këtu, unë di që je edhe njëri prej udhëtarëve të mëdhaj natyrës, eksploron shumë, del nëpër bjeshk, ec shumë. Çdo dile provoj me dal, ose edhe ndonjëherë edhe ndaj ditë javës nëse krijohen mundësitë ose është ndaj festa, ndaj vikend. Është një parashi e mirë besoj unë për 3 tonë, që duke si thonë nga syve nga zemre, me nxit rinin me dasht, bjeshkën me dasht atë dëvën e tyne, me dasht vendin, me dasht viset,
po edhe me ju lind ide biznesore të gjithve. Shpresoj shumë këta 3 tonë që jetojnë në Zvicër, në Austri, ose në Itali, ose në zona ku ka turizëm në Gjermani. Shpresoj që do t'i batim, për shembull këtu është i shniqit një fëmija, ajo ka lëshu Zvicën e ka bo një bujtin, po ka tjerë, ka me gjithë grunë e vetë, në Shkodala e ka bo një bujtin. Ka plot tjerë, i kia ta belusht që kanë arë për Austrije, kanë bo hotelin në Gryk, në Rugov, e ki raste tjera, e kemi komandantin Mushkrashniqi, e djali ti, i Sufi, e kanë bo një hotel në Gjeravic. Ne shpresojmë që kështu gradualisht i ki Ahmeta që i kanë bo resortin, Bel Air Resort, ti më falë nuk po ju bëj veç publicitet, po të regoj që ka aktivitete ekonomike. Ekonomia e këtij vendi. Shpresoj që do të vinë edhe për jashtë, edhe tjerë, edhe do ta bëjmë, do ta kthejmë pak pra turizmin malor, ndoshta edhe një teleferik të parë, që ka pistat mrekullueshme në këtë zonë. Derisa po flasim ne këtu, ç'është është Kosovën sot? Këto momente. Unë s'kam qare fa mirë se di si ka qenë. Pra, tash ndoshta brezat e sot kanë shumë drejt mu ankun shumë sene. Por unë di që ku po flas këtu ku jemi sot, këtu ka qenë baza ushtarake serbe. Në këtë bashtu ku jemi sot. Pe këtu është bombardu krejt Dugagjini. Pra, pe këtu kanë qenë raketat që na përshëndetsin, çdo se kanë e di sa njerës sa që se kam pa, pra, edhe kërë bëj një krashim me ata si kem dalë, si kem ardhe dhe i këtu, une thëmë se na ka pa Zoti sa mirë jem. Mirë po, ne du të me konë Zot, me shku matutje, tash me hynë garë, jo veç me rajonin, po mundësish me Stovenin, mu po ma të Zot se ata, se jo na veç me këqyrës. Po levizi pak. Ku shumë ma ketë se na mu krasu me ato që ma kesh, na du të me luftu gjithë për me hynë për tabeles, për zhvillim, edhe me nalë trit. Unë besoj që pra ja uroj gjithë shqiptarëve, gjithë bashkombasve tonë, pavarësinë e Kosovës, se pavarësia e Kosovës nuk është vetëm e atyre që jetojnë në Kosovë, shqiptare, pakicat, se është edhe tyre, pavarësia, po pavarësia e Kosovës është fitore e shqiptarëve kudo që janë, edhe atyre që janë në Turqi, që mbi 100 vjetë, edhe të tjerëve që janë në krejt globin, në Evropë, në Amerikë, diasporës, e shqiptarëve kudo që jetojnë troje tona në Ballkan, pra është e arritur se gjithë na bashkë më rritëm me nxjerr të paktën Kosovën. Pra nuk është nxjerr lidhja Prizreni, nuk është nxjerr bestidja e Peshës, ose bestidja ose shumë bestidje, por megjithatë u nxjerr Kosova. Minutat e fundit, unë po du më ndalë pak tek ty personal, dhe më thonë tek familja jote. Fëmija, jonë kanë qenë shumë të vegjel, sot jonë rritë, e kuptojnë rëndësin të ande që ke pas, rolin që ke pas, misionin që ke pas? E marrin vesh se ata bashkëbisedojnë, edhe marrin vesh i kemi ne edhe disa ngjarje që jemi pjesë atyre ngjarjeve si për vjetarët si këto, e marrin vesh edhe pse unë nuk i ngarkoj shumë, pra unë nuk bëjnë ani ashtu elaborim të asaj kush kam qenë, si kam qenë, se më duket se i ngarkoj ashtu. Po ata jenë kërë shpa sigurt me ty. Po, e kuptojnë, e ndjene. Po, unë ja thëmë gjithë ata që ka thonë më shumë i menqëm. Si kush ke qef më të bo fëmija ytë, kuj me i ga. Ata kanë thonë me i ga kohës. Unë kom dëshirë që fëmija Gjini, Hana, Trimi, me i ga kohës. Me politik vjo. Qka do që ata e vlerësojnë, në ku gjo nuk e thamë as po as jo, qka do që ata e vlerësojnë, po nuk i nëziti, që shedini, ne kemi edhe disa ushtarak në familje tash, për shembull djali i motrës, i Memës, lindi e Krev Akademin në Turki, edhe fillan, Luani, djali Shkëllzende ka kry ma heret, kemi edhe këte Trimi po të ndoshta me shku në ushtri, enda është i ri, po aje vlerëson, kemi edhe në familjet Gjon, kështu djali Nashimit është e pror, Gurakuqi, Haradina, i fra, qka do që e vlerësojnë, në syjafet mundësia, pse jo, me rëndësi është t'jen njerës, t'jen shqiptar të mirë. Anën njerëzore dhe kombëtare, ata kam qef ta kultivojnë. Ta kultivojnë.
Po më duket edhe për ty kjo intervista e parë me mu ndryshe. Se zakonisht me mu më relax se ki pas gjithmonë. Edhe si sot e mbaj mend intervistën tonë dhe të parë, por në atë kohë nuk ka pas YouTube, nuk ka pas TikTok, nuk ka pas kur kena kënduna bashkë para 16 viteve. Unë tani i bëj disa veprime, pak a shumë që të tregoj, kam bënë disa do postime të i bëj stërvitje fizike. Po. Edhe një për atyre postime është duke bo, ta i thojnë anglisht pull-ups, duke unë gjitë në hekër, se thëmë ne. Edhe pash një ditë, sekretari i luftës të Amerikës, Hekset, e kishte shpall një challenge, që gjithë ministrat, jo vetëm ushtarë, po dhe ministrat me bo, dhe jau këshit një ashe e hekëri në raport, edhe ushtyshin kur sa për i banë. Fastaj, po me kënu, me thonë dhejten, unë e kom kënu në luftë, pa ka shumë ashtu, po këndojsha mja hek mërzin vetin, është se garantë ushtarë s'kanë pas qefë më një, po edhe i kom kënu në mëngjes, kush kësha me i qu, s'kisha burimi, ja bo qono se erë vakti, me qitë qono ashtu s'bajke, veç e shtysha derën, ato dyrt kur njësë qenë pshelë, se kanë qenë objektet djekta na veç i aftësojshim me flajt, dyqysh mushtri që aty me i mëran, i pëshesha shkel një dire, të madhe. Ka pasë rasim shokshin, dhe një na që mene. Po e vërtet që i kem kënu bashkë edhe halava shdoj me kënu, unë menoj që di me kënu, por nuk po më leshojnë. Nuk më e vina i notë mirë. E kom atë, o më i Kosovë, më i Bukurosh, edhe ka përshkon më i zonë, që to i kom pas hitet e mija. Edhe tashti ku peshtoj na i kom, po vina, e ke zgjenur repertorin. Po, dbim deri të albumi, a? Dbim deri të albumi, kurse ti jetë. Po, e moj e men për vesh, lab. Po falenderit ty që je kujtu për vetojnë e pavarësis, edhe që më ke para pa me qenë pjesë e kësaj, edhe Kisha qef gjithçysh me të pas, për shkak se je njeri i parë që nuk e ke prit pavarësinë në Kosovë. Ja, unë jam edhe në shkruaj deklaratës pavarësisë, më kam marrë të thonë drejtën, po kom qenë burg sa më bëu. Më paskon këtu se unë kam qenë i zgjedhur deputet. Po s'kam qenë sallë. Që dini çdo legjislaturë të kuvendit të Kosovës jam i zgjedhur prej 2 mitësh. Po kam qenë të nejtë me Miloševićin atje. Kem pas atë një pjesë e serbe u mërziten shumë kur u shpallë. Tash ka pas në një që në ka uru, pas për i ashtu, amo një pjesë e tyre, jenë konë kështu tim që kur është palë pavarësisën edhe festu me i bom ato edhe ceremonit e mbelshirat e ata shkunë u mshere në përdhoma e i përplasin dyrët e për faktin se na kem pas vesh një salon përbash si kë, të gjithë edhe shqiptarët edhe kroatët tjetë, dhe na shkumë ato me boshi fest. E ta u qunë demonstrativisht një pjesë e lëshunat, salonin e shkunat jetë ndoma, ato dyrt e hekit ato qelijave, u nishin ka i përplashin, bum, 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 si shaj protest edhe ndaj administratës aty, pse po i leni shqiptarët me na ashtu, po ndodhja jo dhe shqyqyr. Qështu do kafja e sëntme? Po kjo kafe është me porësi, edhe për përvetojnë e favarësis, që edhe njëherja u regje dhe veçanisht atyne që i kanë ma dashrit atyne në tokë, pa familje dëshmorëve, të martirëve, të herojve tanë, bashkëtarëve të gjallë, burgosëve të shumë politikë, kadetarëve që i kanë vujtë, se ka një që i vërtet kanë vujtjet maja deri në liri, deri në liri e deri në pavarësi, se vujtjet vazhdojnë për një pjesë edhe pas liris, po pastaj edhe jemi në deçanë, kuptohet. S'ka kafe më të mirë kur kënë botë. Mu po më vjen mirë që të pata sonte, faleminderit shumë, respekt pa fund. Unë nuk nasha me ty e di që edhe shikuesit emisionit. A bën me shtu diçka? Pa tjetër. Në shkom pak ma let me nejt. Po. Apo she? Amo no, da ku parim kom krysh ka jere. Që ka gjatë kështë mujtë me ndajt. Ku atër thua, e në kom të mi, amo ju mu qu. Që ka gjatë kështë mujtë me ndajt. Mirë, po, kështu ka qenë valla, e vërtit se kështu jemi konë me këto. Bile kuj bukur se edhe pak i regullum. Falenderit për idenë që ka në Deçan edhe njëherë, si Deçanash po tëmë, si i këti veni. Në bokët e ndërvish përvetojnë pavarësisht të ne në mjetet tona. Po më gjitha edhe në rojtë mija u këtheva. Bravo. Edhe në rojtë mija u këtheva. Urim. Falemderit shumë, respekt, falemderit. Falemderit kryetare, falemderit. Në fakt. Falemderit. E përjesme pavarësia e Kosovë, e përjesme. Falemderit.
trima tu, mos harrotin vend me qu, gjakuj trima të boni nusem, falat boni mullave kuqej, her të kurte unë me vardh, o me flamur, o me kava kuqot barni. O asha kushtrimi në natë mansin, kujtoj pak plave gusin, në vranin ku on kontrimin, hala kullësore për shkontimin, ura i brit ka që fjaval, hismi telat o sa më part, mos e doj qytetin e trimit, o Mitrovicën e Boljetinit. Hajdi vlazër se këtu o me gjanë, mos në lehni tjetër shtet, si jetim ato jena met, uhli strugave gostivarim, edhe na jem tok shqiptarim, tu kem vendin o ku kem lem, wow, babe gjysha këtu i kem shtijo ledhe. Kosova vojnon Shqipni, hapi kraj të berna në zijem. Irsho kushtrimi në kanteronte, Aje kovon bilote vendo man ljubi.
s'ka varur dhe nue, o të gjalloj me zyre, hajdu me ma përnu. Ue gjalloj me zyre, hajdu me ma përnu. Hizete kavay teramar se oli tavan se topa ore thum egelozya ani me tavan se topa ore thum egelozya. Par, ove si povoj kese vete, oj milis shkon, vande kuno olmet. Vete milis shkamore pajde kuno olmet. Pasi ka moroj Serbia, o filjoko po I qet, pa I kule sofranizi. Ia holo po qet, bore pa I bloku o ilimi. O beljaku o ilmia, o pero krabobs, o ljufto o nebi. Ia bere krabobs, vore po ljufto o nebi. Ani tredera mushi, shkelzen brevlog. More bini shkap, oh bura e grog.
gjini taj. Moro qim robelat, oh boj thot shkel zeni. Se na vrohima agronje gazmendi. Moro tu i kërsit, oh topi e pushka. Poj thot ramushe, plak per haj lufta. Glória já não fui o Serbia. Hey, le apoio que pula Franzia. Glória já não fui o Serbia. Këngë pas këngë edhe erdhëm tek pjesa e intervistës. E bukur është kjo kur bje në një vend tillë, që është Deçani, ku i ki ofër vetës ata njerëz që të pakt kanë japur kontribut, vazhdojnë me jap kontribut, por megjithatë e ruajnë vlerën dhe traditën me nostalgji. Është kënaqësi që sonte një kafe mlabin, as më tepër që jam Deçanin e juaj, Deçanin tim. Po e thëmë publikisht për hena e parë, kështu se edhe jemi se rrojt janë pa marrë parasysh kudo edhe në honë me shku, por rrojt i kam të Lumbardhit edhe nuk e kam muhu asë njëherë. Kështu që i këti vendi jam. Jemi bashk këtu, unë gjithmonë kam thonë edhe vazhdoj me qëndru mas asaj. Ju gjithë shkapin e folni në përmjet kësaj qarkije, kësaj qitelije, gjithë shkapin e folni në përmjet vargjeve. E di që e keni problem, dhe me thonë, me folte intervista, po shkurt. Kështu, për vjetori pavarësisë. Po labi, fillimisht unë të rojë mirë se ardhen Deçanin ton, dhe fillimisht du me thonë që ne jemi një grup shokësh, që kemi edhe shok të tjerë, të cilët e zhvillojnë, e promovojnë traditën tonë kulturore, folklorin tonë burimor, po shkaku i minutazhës, edhe organizimit të programit tuaj ne jemi detyruar të vim pak një rreth më i ngushtë. Sepse ka këngëtarë edhe më të mirë se sa ne që jemi këtu. Po kërkoj falje për gjithë ata që nuk kanë pas mundësi mi pas sonte. Kur jemi të festa 17 shkurti, pavarësia e Kosovës, secila festë ka rëndësinë, peshën e vet dhe emocionin e vet. E domosdo kjo pavarësia e shtetit më të ri në botë, pavarësia e Kosovës ka emocion dyfisht për neve. Sepse në një formë ose në tjetrën, ne kemi qenë edhe dëshmitar, edhe kemi qenë edhe meritor
të vegjël, secilin rolin e vet për këtë ditë të madhe të kombit shqiptar. Ku e kon momentin që është pallë pavarësia? Momentin që është pallë pavarësia, kemi qenë shpitu të këshu televizorin. Nësia ma madhe kona ditë. Njëj do më thonë edhe për ju. Po. Sigurt. Për të gjithë është njësoj, po shpallja pavarësisë, ne e kem prit, s'di qysh me ta përshkru. Po shpallë pavarësia, po më njëherë kem pas program. Me njëherë qatë ditë? Ton ditën program. Bravo. Për çdo vit e organizojmë program për shpalljet pavarësisë. Labi pa e marr fjalën edhe Jetonit edhe Naimit. Atë ditë ndeçan kur është lexu deklarata e shpalljes pavarësisë Kuvendit e Republikës Kosovës, ne kemi qenë bashkë ndeçan pothuajse të gjithë. Dhe kam pas fatin ta lajmëroj një mas të gjerë të njerëzve të cilët janë mbledhur në sheshin e Deçanit, para ndërtesës së Kuvendit Komunal të Deçanit. Unë kam pas fatin që t'u them, t'ju jap lajmin e mirë aty në njerëzve të cilët ishin drejt për drejt në një të ftoftë, atësar i madh, dhe të festojmë si e tha Januzi me këngë dhe me valle pastaj. Gjithherë me emocione plot, duke kujtu gjakun e dëshmorëve, duke kujtu sakrificën e madhe që kanë bërë ata djem dhe ato vajza të cilat prezent fizikisht nuk janë, po gjithsesi emocionalisht dhe në kujtesën tonë prezvazbrezit do t'jenë. Lufta e djemve dhe vajzave të mirë të Kosovës, lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka bërë që ne të fitojmë lirinë qershor 1999, pastaj të vi 17 shkurti pavarësia e Kosovës. Që tha dhe Bekimi, të i kujtu edhe njerëz me gjenerata që kanë jep për me gëzu në që ditë, sidomos edhe në luftën e fundit. Kështu që ta gëzojmë këtë ditë edhe kam dëshirë që edhe televizioni juaj, ndoshta edhe televizionet e tjera t'japin emisione pak më shpesh për njerëzit që kanë jep shumë për këtë ditë, për këtë liri që ne i gëzojmë, për familjet ndryshme, për masakrat ndryshme që i shohim televizion çdo ditë, mos t'i harrojmë ata njerëz se pa kontributin aty në nësot s'kishmi me qenë këtu. Labi për ne Deçanin, jenë kon dy ndjenja shpallja pavarësisë. Njëherë gëzimi i shpalljes pavarësisë, ai s'diskutohet, po ka pas edhe lot, edhe asi që ai kryesori, njeriu që ka kontribu për shpalljen e pavarësisë, nuk ish mesin ton dhe nuk ish këtu për me firmos shpalljen e pavarësisë, as për me festu këtu. Edhe për Deçanin një farë asë një mungesë e madhe, njerëz të ishishe tu ju gëzu e tu i qajtë. Sukur me të arë një djallë prej Gyrbet, edhe për që se ki po, edhe për gëzimit qanë. Shpëdesht i Zote, Ai shoqër Zotit ish para juve, domethënë pikërisht këtu ish para juve, në intervistë para juve ish zotëria Radinaj, edhe gjithçka e shpalosën prej asaj kohe, domethënë çfarë momente kanë qenë, sa ka qenë ndoshta edhe vështirë për to, pastaj çush janë mbledh atje për mbrapa, çush e kanë festu prapa grilave atje, domethënë gjithçka me pavarësisë, kështu që keni rifim shumë i bukur. E di se ka përjetu kjo pjesë e Deçanit, ku e marr parasysh se sidomos Deçan, po mendoj Rafshi Dugagjini këtë komplet tërsi, po nuk ka veç Rafshi Dugagjini, po është këtë Kosova, Shqiptaria, dhe me thonë sepse mbi gjitha është çka do që t'jeshtë, është amblema UÇK-s, është lufta për Lave, e kom pas bo edhe një kongë bashkë që thërë për që ato një 3-4 fjallë, luftëtari si qiri në terë, shkrihet vetë, bën dritë për tjerë. Do të ramushisish këtu, u shkri vetë për boni dritë për neve. E bukur, vazhdet bukura. Pavarësia, ku ke qenë? U thanë nga shokë tanë, se ku kemi qenë gjithë, po unë vetëm shfrytëzoj rastin të uroj festën e 17 shkurtit gjithë shqiptarëve kudo që janë, urime për shumë vite. Për atë pjesën folin edhe shokë tanë, zakonisht në shtëpi kemi qenë, kemi festuar e kështu. Emocione të mëdhaja.
Jemi sot edhe po flasim edhe po gëndojmë një farë mënyre, ku edhe në kohën më të vështira, sidomos edhe Ramushi tha se shpesh herë jam himi zgjuar shtartë të këndu. Tha se s'kisha mundësi tjetër, tha po i mshejsha derës bam edhe tha fillojsha me këndu, tha i qojsha, tha zoni jem, tha nuk e di. Po kështu gjithmonë ka ekzistuar edhe kanga kjo e cila thuhet, por jam i thtar pak, sa po ruhet. Tash ku po du me dal? Sa po ruhet, unë po du para se me hyjo, sidomos të Kosova, unë po du një falenderim për diasporën. Gjeneratat e reja, po i thëmë për shkak se më bjen me udhtu, shkojnë diskotek, të natën e gatë, kur hipin kërë, muzikë folklorike kanë kërë. Kjo që falemderit diasporës, sepse o jonë i thtarë muzikës folklorike tanës. Po flasim bashkë me juve. Lobi, folklori burimor, tradita kulturore e jona, është duke ruajtur, duke u promovuar, njëkohësisht duke u kultivu. Jo në atë mosën sa e dëshirojmë të gjithë neve. Sepse dikush jemi pasionant, të tjerët jemi edhe përgjegjës të kulturës, të institucionet të kulturës. Po, duke marrë parasysh, edhe këtë emision tuajnë që jep hapësirë, i ke dhonë hapësirë folklorit burimor, traditës sonë burimore, unë mbetet më thonë se ka interesim të madh të rinjeve. Jemi dëshmitar të shumë festivaleve në kënd Kosovës, po dhe trojeve tjera shqiptare. Edhe ne këtu në Deçan e kem një festival tradicional që 22 vite tash, festival për dërvishaqen dhe mushnezim dhe rapsodet të tjerë, festivalin në Klin, festivalin në Ravec, festivalin në Skenderaj, e tutje. Unë i apeloj nga studioja juaj, nga kjo ambient i mrekullueshëm, ju them edhe institucioneve dhe lokale dhe atyre qendrore të investojnë tek të rinjet, tek brezat që janë dhe vinë të ardhmen, të ruajnë traditën tonë të pasur, sepse me këtë identifikohemi dhe tregojmë se ne ishim herët këtu. Ne kishim këtu jetë, kishim punë, kishim përpjekje për lirinë, sepse liria e po mendoj, a jeta jonë ishte e hidhur, shpesh herë, po gjithë herë krenare, dhe kemi pas edhe kulturë, edhe traditë, edhe muzikë, arktim, edhe tutje. I përmendet, dhe më thonë, edhe festivalet, i përmendet gjitha këto, edhe pse thash, dhe më thonë, sa po ruhet, po unë e di se, unë e di, kam informacione se sidomos nata e dasmës, pa juve nuk bohat. Tash po poli qka është realitetin. Jo, jemi shumë gëzum që folklori nuk është të i hupë. Po. E pat një krizë të vogël. Po, pat një krizë vogël. Qatë krizë ja bom vetë. Po. Qatë krizë ja bom vetë. Se fillum kongë palava muzikë, fillum mirë, po tash unë natë jemi kongëtarë folklorit. E bën dasmen, e bën muzikën popullore ndasem, se tash e tjenë në për hotele. Po thot, për shembull, vjen të Januzja, të Skenderja, unë e du me marrë me miknu në sofer 2-3 kongë me qifteli. Spaku. Spaku në sofer. Se konga me qifteli, në koviq kongë me, se cila kongë me qifteli e ka një mesazh. Konga e thot një ngjarje, ose edhe një ngjarje historike, po edhe kongë, qenë kongë dashni, zbjerë, si kau, edhe ajo ka një mesazh. Kështu që unë jem shku musafir një fshat, për shembull. Edhe si kom pas veglen me vete, u dash keton fshatin me lyp me gjetë një qifteli ose një sharki. Sot çdo e dyta ose e treta shtëpi jashe edhe më zdit një ro ose më sase, s'është nostalgjia për qiftelin. Po, edhe lautën. Pajtona plotësisht me ty, edhe sidomos te diaspora. Nuk ka shtëpi në diasporë, po mdoket që nuk e ka një vegël. Edhe një lab. Një shok i jemi, tha, jem të shkru një libër për familjen e vetë. Kështu, ata e në familja doktore, patriotike, luftëtore. Edhe më tha, janë o zbëma dhe një kongë. Une pak si për mahi, i thash, që se konga jeme ka me dollë ma mirë se libra. Thash, ma mirë se libra, dhe në mësba e gore. Thash, ani, kur ti i merë dyjat, i bën bashkë edhe shë. Mas do kohë, thash të të erdhëm, tha, qërë dora.
pas e librën s'po kom kohë me lexu. E kongën po më... Tha, kongën veç elshaj aty, tha e ngoj. E jam shaj edhe njerëzve tjerë në kerë. Po. Konga e ka vlerën Vlerën e vet. Se libra e kuptohet, po ta shëqër, kongët po shkruhen. Po. Labi du me e plotësu edhe këtë pyetjen që po e bona ma herë dhe një përgjigje. Vetë struktura jonë e këtij grupi shumë të vogël, modest, me 6 veta, kemi mosha të përzira. Po. Vajza nuk i ka 16 vjetë, 17. Po. Ai do ta përmbyllë emisionin. E tash Januzi, se na manë mes, do më thonë vetë këtu po të regon se konga jonë, tradita jonë po ruhet. Po. Edhe pse duhet me bo ma shumë të gjitha këteret bashkë. Po, definitivisht duhet, bashkimi po fuqi gjithmonë, ka thonë. Dhe thonë edhe ne si media duhet me bo. Ata tanën, pa marrë parasysh duhet me promovu ko pas kohë, por edhe në anën tjetër. Palon anash edhe zhanër tjera muzikore. Po. Se se cila ka vendin e. Jo, se cila ka, po. Mirë po, tradita duhet ruhet. Tradita, trashëgimia kulturore, shpirtërore në këtë rast, e ka vendin që na identifikon, edhe me kultura tjera shumë të vjetra. Edhe pse ne jemi ndër të paret në këtë botë. Fakt. Kur vjemi këtu edhe jemi në pjesën e fundit, minutat e fundit, po du mundalë si vjetë. Se zakonisht paraprakisht e dini, qështë e keni punë me sezon? A keni dasma heq? A ka sofra heq? A ju në hupë sofrat? Ta shte, shqeqa, Lavi, dasma ka, po ta shtë, që na imi Jetoni skenda. Jetoni, Bekimi e këta kënojnë popullore. Po. E këta të ashtet, pak jënë kanë abojnë me hilje si ne kanë morë një se po kënojnë vetë në sofer. Po kënojnë në sofer. Këta me popullore, dhe me thonë, spionojnë, dhe me thonë. E dhe me thonë, bakshish që ma i madhe, që atë, për në një marveshje, diqysh? Na, jo, na këtyne, ja u shkojmë me dishka. Se po bohen najat. Po. Naja organizon firma, organizon, naja e bon të përqefe. Edhe që to për shef jenë shumë të mira. Pa. Aty nuk e din, aty ka herë ma mirë, ka herë ma keq edhe nuk je obligativ aty. Se kur goditesh, je obligativ. Kur nuk je goditun, keshesh, mahitesh. Kënon kur dush. Kënon kur dush, Helen kur dush. Mirë. E fundit, atë ka ndodhë me knute baba, e tash ki me knu edhe të djali. Të 3 breza kom knu. Bravo. Unë e kom knu, e ka martu, është martu a i vetë, jenë brevin ata, e ka martu djalin mas 21 vjetë e ashtu, kom knu, a i kur e ka martu tash qaj djalin e vetë, më ka thirë ndasëm në hotel, veç ki me ardhë me mi knu 2 kongë dhe me najtë me hongër me fi. Bravo. 3 breza. A në gove që atë kongë që e kënova. Po. Më i ko sotu në gjatë tjeta, Po. për herë të kohë 2000 tjeta. Po. Do më tonë, i përmenda gati të në Trojet. Shqiptare. Une shpresoj e isha Allah tonë i presim edhe 4 pranvarësia. Jo, edhe ma shumë. 4 e herë, një kemi qëtu 5, edhe një Shqipni 6, e isha Allah të në 6 atë buhen bashkë. Okej. E buhet vesh një. Urojmë që një herë për gjithmonë të bëhet një, po ajo kur si ditë. Diçka për fund për krejt ata që na shikojnë dhe më të kësë emisionit? Edhe një herë të falenderojmë që jemi bashkë sot këtu sonte në këtë emision, duke mos i harru, e thamë edhe një herë më meritore dëshmorët e kombit, luftën e lavdishme të UÇK-s, njëkohësisht jemi në ndeqanin Dugagjen të Dervishaqës, dhe Mushnezirit, Sadik Metës, të Bajrush Dodës, të Shaqavdis, Lan Dobres, Marash Krasniqit, Hysen Nukes, edhe shumë e shumë rapsatve që nuk janë mesin, Rimonit, Hajdar Dodës, dhe këta të tjere që janë të gjallë, po që nuk kem pas mundësi me konë bashkë. Sepse kjo dhomë nuk na kishë zonë, po t'ishim krejt na që ka knojnë dëqanë. Edhe njerë të falenderojmë, urime dita pavarësisë, për vjetori pavarësisë e Kosovës, për të gjithë ne, në mbet të punojmë më shumë dhe të zhvillojmë vendin. Faleminderit edhe njëre, kënaqësi e madhe që ju pata sonte pjesë të emisionit Një kafe me Labin, e këtu natë 4 ikim, i lojmë këta 2, por prezentoj se vend të ondin aty vjen ajo që e përmbyll krejt komplet. Me reja,
më e mira, me talentja, që sigurisht do të bëhet një artiste e madhe në të ardhmen në Kosovë, si Shkurta, si Shireti, si Remzia. Elma Zeka. Kam një lot pikon si janë, se me sheku jam shqiptar, e kur malet mi mbloj bora, për atë e kam gësja mora, e kur malet mi mbloj bora, për atë e kam gësja mora. Gjamatani via via, është Kosova, është Shqipnia. Dhe si zemër Shqiptelia, o sa e madhe, është Shqipnia. Rrugësime për Shqipni, ka për tjela i drinizi, e unisa për me ardhe, për si valja e drinit bardhe, e unisa për me ardhe, për si valja e drinit bardhe. Gjamatani via via, është Kosova, është Shqipnia. Resi zemër Shqiptelia, o sa e madhe, është Shqipnia. Është një qelë që na bashkon, dhe një diell që na buron. Është një gjuhë që flasim tanem, e një tokë që trasim nanem. Është një gjuhë që flasim tanem, e një tokë që trasim nanem. Gjamatani via via, është Kosova, është Shqipnia. Resi zemër Shqiptelia, o sa e madhe, është Shqipnia. Gjamatani via via, është Kosova, është Shqipnia. Resi zemër Shqiptelia, o sa e madhe, është Shqipnia. Po uroj që diçka të bukur kemi sjellë edhe sonte, histori, rrëfimit Ramosh Haradinaj, por edhe bashk e gërshëtume me folklorin tanë, por edhe me intervistat e tyre. Faleminderit shtëpiave alpine që po e realizojmë në Deçan, edhe realizume misionin, sepse ka edhe misione tjera të cilat fakt do të vinë për ju shikues të radio televizionit Nisëni prej këtij vendi këtu. Por edhe një falënderim për Banana Split për ndryshe, një restorant gjigant i cili gjendet në Deçan, që na ka mirëprit neve si staf, si emisioni i Një Kafe me Labin. Faleminderit edhe ekipit mall të radio televizionit Nisëni se gjithmonë janë bashkë me mua, gjithmonë janë ngatshëm me jap maksimumin. Arjan Mpult ke qenë gjatë gjithë kohës, faleminderit shumë, faleminderit Berat, faleminderit Fatos, faleminderit Halem, faleminderit Hajdar, Gzem faleminderit, Lumi faleminderit, Taulan faleminderit, Ekrem faleminderit,
edhe burim faleminderit. Kështu që është një kënaqësi e madhe kur unë ju kam mbrapa vetes, por edhe një kënaqësi tjetër ma japin, sidomos ata të cilët më përkrahin dhe më mbështetin. Pa vini kafen, për aromën e kafes që ma jep tek emisionin i Kafe me Labin gjithmonë. Faleminderit që është pjesë e udhëtimit tam. Prishtina tiket. Faleminderit shumë, jam me fat dhe falenderues që të kam. E sidomos diasporës shqiptare. Faleminderit që erdhët për pavarësinë e Kosovës, edhe shijojeni deri në pikën e fundit, por edhe mbi gjitha kthehuni bashkë me ta sepse janë lider në vend. Më të mirë edhe më të lirë nuk ka. Po, ju të cilët fakti udhëtoni për toke, ma e reja Republikën e Kosovës është Aria Petrol. Ja vlen të shkoni ta vizitoni për pas karburantit cilësor, i ka edhe marketet, por edhe restoranet të cilat gjenden brenda për brenda kompleksit Arias. Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tam. Kështu që unë jam me fat dhe falenderues secilit prej juve që jeni pjesë e këtij rrugtimi tam. Sidomos ju shikues që vazhdimisht qëndroni bashkë me ne. Edhe një herë për fund e gëzofshim pavarësinë e Kosovës, por mbi gjitha inshallah dim ta shijojmë edhe dim ta realizojmë. E fundit krejt. Po fillon muaji i shejt Ramazanit. Solidaritet, mirësi, bamirësi, humanitet, ngrohtësi, por edhe mbi gjitha një respekt ndaj njëri tjetrit. Mundohemi gjithçka t'i japim gjatë këtij muaji shejt, edhe besa mbi gjitha ta xherojmë. Por mundemi të jemi edhe 365 ditë të vitit kështu të njëjtit, që shkemi në muajin e madh të Ramazanit. Ju që keni Ramazan, urime, agjerim të lehtë. Shihemi javën tjetër.